Punimet për zgjerimin dhe ndërtimin e rrugës nga ura e Baqallëkut janë shtrirë deri tek harku i Bërdicës, ku është edhe pika fundore e këtij projekti. Në gjithë këtë segment nuk është ndërhyrë vetëm në 2 pika, pasi pritet konfirmimi i shpronësimit, ndërsa në pjesët e tjera punohet pa pengesa me mjetet përkatëse. Është një segment ku qarkullimi i automjeteve vijon pa ndërprerje, pasi kemi të bëjmë me hyrje-daljen kryesore të Shkodrës, ndaj edhe pse janë marrë masat me tabelat e shumta sinjalistike dhe mjetet e tjera, gjithsesi duhet bërë kujdes në këto kushte për të shmangur rrezikun për aksidente. Nga 2 korsi të rrugës ekzistuese, me këtë projekt do të dyfishohet në 4 korsi, përfshirë ndërtimin e urës paralele të Baqallëkut. Ky investim përfshin edhe rrethrotulimin te Kisha Zojës dhe ura e re e Bunës, gjithsej një distancë prej 1.8 kilometra deri tek harku i Bërdicës. Financimi për këtë projekt arrin në mbi 992 milion lekë të reja, një fond i buxhetit të shtetit nëpërmjet Ministrisë së Infrastrukturës e Energjetikës dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar, me një afat përfundimi prej 18 muajsh. Sipas specialistëve, ky investim do të normalizojë qarkullimin në hyrje-daljen nga qyteti i Shkodrës, ku sidomos gjatë periudhës së verës ka ndodhur të qëndrohet në pritje deri në 1 orë.